Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme ne do sillim një histori nga Elbasani, do të flasim për një 46 vjeçar me emrin Robert Hoxha, i cili fatkeqësisht rezultoni humbur për familjen e tij që prej vitit largët 1995 ku i riu u nis drejt Greqisë, ka qenë gusht 1995. Ka kaluar 29 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Familja e ka kërkuar, ka bërë shumë kërkime, por ende nuk ka gjetur asnjë gjurmë të Robert Hoxhës. Me mua në studio është nëna e tij, zonja Mefe Hoxha, dhe unë menjëherë dua ta përshëndes. Zonja Mefe, përshëndetje. Përshëndetje. E në fakt, sapo pek të foto, sy të mbushën me lot. I thonë 29 vite që unë pres. Si pas llogarive, i bie që djali Roberti ka qenë 17 vjeç kur është nisur. 17 vjeç. Folën 8 muaj. Do marrëvesh ditën e sot me historinë. Zonja Mefa, kjo është një foto që ai sa vjeç është? 7 vjeç. Ishte në klasë parë. Shumë i vogël. Ku ka dalë aty? Kemi foto të tjera regjia, ju lutem, që mund t'i nxjerrim në këto momente? Na ke sjell disa foto të tjera, por edhe në fotot e tjera ai është shumë i vogël. Nuk kemi se... Në një kujtim që ai ka qenë 16-17 vjeç? Se ai iku edhe fotot në jep këtej dhe nuk kemi. I keni humbur? Nuk kemi. Këto janë fotot që kam marrë unë. Janë të vetme kujtime që ju kanë ngelur? Këto janë kujtime dhe Robertit. Vetëm këto foto bardhë dhe zi. Ma më vjen shumë keq. Roberti vogël. Ne sot në këtë studio do kërkojmë një Robert të madh, unë uroj me zemër e dashur zonja Mefa që të mësohet kjo e vërtet 29 vjeçare, por shumë vite kanë kaluar që ju ende nuk keni mësuar asnjë lloj adrese, asgjë për fatin e tij, dhe pse do ma tregosh ditën e sotme të gjithë historinë, por më lejo të prezantoj një material të shkurtër që ka ardhur një denoncim për një tjetër shqiptar në fakt me emrin Alban, të dashur miq, por ende nuk jemi të sigurt. Një qytetar na ka telefonuar, një emigrant në shtetin grek, i cili na ka dhënë një dëshmi për një shqiptar i cili është vrarë dhe është varrosur rreth viteve 95-96 në një zonë, në një kishë pikërisht në Janin të Greqisë. Nuk dihet për kë bëhet fjalë, zotëria na ka treguar që shqiptari mbante emrin Alban dhe ai na ka treguar dhe varri se ku ndodhet. Unë duam këtë momenti që regjia na vendosë atë pjesë të dëshmisë të këtij qytetari i cili ka sjellë të dëshmi tronditse. Unë vetëm di nga një plagim vjetër grek aty, edhe thoshte një djali pashëm me ato është vëra nga greku dhe është varrosur nga 95-96 që një kishë. Po jëtë brenda kishës në Pyllët. Për çfarë vendi të Greqisë? Në kryinore të Janinës. Thoshin aty e kanë varrosur 2 shqiptarë dhe i kanë shkruar emrin në një plak Alban. Pra, ju jeni sigurt që shënuar emri Alban tek pllaka? Është shënuar, po është në Pyllë, sepse aty nuk e lënë që janë ortodoks, ato nuk i fusin me në kishës muslimanët. Dhe është varrosur jashtë kishës? Jashtë kishës, në hyje të kishës, në krahun e majtë. Po për çfarë e kishin vrarë, dini gjë? Në duket që është vrarë për arsye se shkonin syni shtëpia, jo që të vjedhin, po që të flinin. Aty është një fshat i vogël dhe ka pak njerëz aty. Edhe shkonin gjatë natë se synin banesë. Ju keni shkuar atje tek ai varri? Jo, unë kam kërkuar se kam punuar aty ke kisha, unë kam kërkuar të zgjohet, po shumë pyllën det me... Dëshmi së këtij emigranti i cili u lidh me studion e emisionit Pa Gjurmë dhe tregoi historinë e një shqiptari me emrin Alban, i cili fatkeqësisht është vrarë rreth viteve 95-96, nuk është i sigurt qytetari, në një fshat i Janinës, i cili është varrosur nga 2 shqiptar të tjerë
pranë një kishe në një pyll ku është vendosur një plak dhe shkruar emri Alban. Ndërkohë ne jemi munduar që me dosjet të cilat kemi persona të humbur në redaksinë e emisionit Pa i Gjurmë për të bërë llogaritjet, për të bërë të gjitha krahasimet, por fatkeqësisht ne nuk kemi asnjë Alban që rezulton i humbur në Janin nga familja që ka shkëputur kontakte me familjen nga Janina në vitin 1995-1996. Vite 8 të vështira për shqiptarët, ku fatkeqësisht nga vitet 90 ku hapën rrugët dhe deri rreth viteve 96-97 shumë dëshmi kanë mbritur në studion e emisionit Pa i Gjurmë ku tregojnë se shumë shqiptarë të rinj janë vrarë në ato tokë të huaj. E dham këtë dëshmi ditën e sotme pasi ne merremi me njerëz të humbur dhe unë jam e sigurt që shumë familje kanë persona të humbur që ndoshta nuk e kanë bërë denoncimin edhe në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Mirë, do të vazhdoj në këto momente me historinë e Robert Hoxhës, 46 vjeçari nga Elbasani, i cili ai ka humbur në vitin 1995 nga Greqia, nga Kavala e Greqisë. Është nëna e tij, zonja Mefa Hoxha me mua në studio, e cila do më tregoj gjithë historinë, si i biri u largua gushtin e vitit 1995 drejt Greqisë, sa muaj patën kontakte dhe çfarë ndodhi kur ata u shkëputën çdo lloj kontakti me të përpara 29 viteve. Por fillimisht unë dua t'jap një material që ne ja kemi kushtuar Robert Hoxhës, këtij 46 vjeçar, e theksoj. Nëse është shëndoshë mirë, ai sot i bie 46 vjeç. E ndjekim këtë material dhe më pas do të dëgjojmë rrëfimin e kësaj nëne. Robert Hoxha, vetëm 17 vjeç, vendos të emigrojë në shtetin Helen për të punuar. Të gjendur në kushte të vështira ekonomike, adoleshenti nga Elbasani vendoset në Kavala të Greqisë. Ai mbante kontakte të rregullta me familjen dhe ju kishte treguar se kishte filluar punë në sektorin e ndërtimit. Roberti ndihmonte familjen me të ardhurat dhe ato pak para që fitonte, ja dërgonte nënës dhe babait. Prindërit për 7 muaj flisnin me djalin e tyre të madh. Ishte gushti i vitit 1995, kur Roberti shkëputi çdo kontakt me ta. Ai telefonon babain në librarin ku ai punonte, por askush nuk u përgjigj nga ana tjetër e telefonit, që pra asaj dite, 17 vjeçari nuk u bë më i gjallë. Vitet kalonin dhe familja nuk kishte asnjë informacion për Robertin. Nëna e tij, Mefa Hoxha, çdo ditë është me syt nga dera, me shpresën se i biri do të kthehet në shtëpi. 29 vite që nuk ja ka dëgjuar zërin, 29 vite që nuk e ka parë të birin, 29 vite që nuk e ka përqafuar Robertin. Ndaj sot ka mbërritur në studion e emisionit Pa i Gjurmë për të treguar zhdukjen e mirësteshme të djalit dhe shpresën se një ditë do të kthehet në krahët e saj. E dashur Mefa, do nisim sot pikërisht me gushtin e vitit 1995, kur ti humbe çdo lloj kontakti me djalin tënd. Ai u nis drejt Greqisë dhe ka qenë vetëm 17 vjeç. U nis drejt Greqisë dhe arriti në Kavall. Ai është nisur kur, nëse ju kujtohet? Në 5 shkurt të 95-s. Shkurtin e vitit 1995, po? Arriti dhe na mori arrit ashnashe mirë. U nisi vetëm me një shok. Po? Shoku 2 muaj ndejti dhe erdhi, ndërsa ai në 8 muaj folë me djalin. Kjo ishte era e parë që djali juaj emigronte drejt Greqisë? Ishte 2-3 herë që kishte ikur. Kishte qenë dhe herë të tjera në shtetin grek. Edhe ishte kthyer. Këtë herë qelloi kismeti jon që ai humbi lidhjet. Folëm, flisnim njerë, se nuk ishte telefon, po vetëm në komunë flitesh. E qartë, nëpërmjet postës, në ato kohë nëpërmjet postës. Nëpërmjet flisten postë, burri a ditë që ka marrë ky nuk ka qellur aty për momentin. Se ishte në llogari, ishte në librari dhe vajti në bank. Erdhi i thot ajo centraliset ka marrë djali, i thash më jep numrin, jo do flas vetë me babin. Dhe njërë tjetër po, që prej asaj dite... Ndalemi pak të lutem, dashur Mefa, ti më tregove që prej shkurti deri në gusht janë disa muaj, ti ke folur me djalin. Kemi folë shumë. Çfarë ka treguar? Çfarë kujton ti nga bisedat që ke bërë me djalin? Jam mirë, punoj, thoshte, mirë jam. Fle brenda, thoshte. Ju tregon ti ishte me shqiptar të tjerë, qa punë e bënte? Jo, nuk kam shqiptar, thoshte këtu. Takoj, thoshte po, që në fle, thoshte, unë nuk kam shqiptar. Ai kishte marrë një shtëpi me qira, jetonte i vetëm, çfarë të kishte treguar? Jo shtëpi me qira, po dhoma kështu që i ipshin, që flinin, kështu ishte atëherë pa dokumente, pa sen. E qartë, ai ka hyrë në mënyrë ilegale dhe ka qenë pa dokumenta. Ju kishte treguar çfarë punë e bënte? Punoj ndërtim, thoshte. Punonte në ndërtim.
Po. Por çfarë informacione morët ju në atë kohë me djalin, kur kishit kontakte dhe flisin telefon, flas periudhën shkurt deri gusht 1995? Folëm shumë mirë, pa më folë. A di se kur u pren mardhonjet ne u habitëm dhe vetë, se nuk na pa të thonë asë një lloj shqetësimi. Vetëm atë ditë ka marrë dhe i ka thënë posjerës, unë du të flasë vetë me babin. Ku është babi im, sa Ai ka afër ishte. kërkuar babain e vet. Po. Domethënë as nënën, as pjesëtar të tjerë të familjes. Ma të flisë, zakonisht ai punonte aty. Po, Unë flisë ku më merë të kuj. Edhe vinë kuj e kërkon me atë numër, e mori vetë, nuk u përgjigj më. Ne atë numër kemi pas deri me, kemi fol deri, voni me ka myll atë numre. po kush ju është përgjigjur nga ana tjetër e telefonit? Greku përgjigjesh. Këtu që e thoshte po iku. Unë atë Pra, bëhet numër... fjalë që ai ju merrte nga telefoni pronarit. Po. Kur ju flisnin telefon. Ndërkohë që në telefonatën e fundit ai ka këmbgulur që të flasin me babain. Ti e përshtypje se ka patur diçka për t'i thënë babait, do në çfarë dyshoni ju? Neve kështu menojmë se diçka pati që do thoshte, që u zhduk dhe su lidh më me ne. A kishte shprehur ndonjë shqetësim? Ne nuk na kishte shprehur asë një shqetësim. Nuk na kishte shprehur, po se çfarë do thoshte nuk e dim. Por shoku i tij që qëndroi vetëm 2 muaj dhe u kthye, çfarë ju tregoi? Shoku tha ai, gjuhën e dinte shumë mirë, gjithë e respektorin e donë, e herdhës, neti, ndërsa i neti atje. Pra, djali juaj sa herë që kishte shkuar në Greqi, kishte qenë në zonën e Kavalës. Pa të qenë dhe vend tjetër, po këtë herë që në Kavallë. Ndërkohë, pasi djali nuk mori më në telefon, që shkëputët kontakte dhe kaluan ditë, javë, ju vendosët në merak dhe numrin që ju merrte, ju fillua ta merrnit. Unë atë numër e maj dhe sot mend në trut. E mban përmendesh. Po, 051 316 107. Ka qenë numër fiks, shtëpie? Po, edhe sot 29 vjetë unë atë numër e kam fiksur. Dhe të besoj, se ka Se qenë... i pa ta fol vetë me atë numër. Dhe këtu dua të ndalem, e dashur Mefa. Çfarë ju tha pronari i tij? A i ku tha që këte i tha, së shkëtu, tha. Kështu thoshte. Nuk u dha asnjë shpjegim tjetër. As një shpjegim nuk na ka dhënë. Ime ka 2 vjetë ka heqë atë numër, nuk përgjigjet më. Se që e përgjigj. Ju derivon, e keni shqetësuar, e keni marrë në Po e telefon? kemi shqetësur. Ka vajtur dhe vllajet, ka vajt dhe djalit A, tjetër. keni shkuar dhe në Greqi, e keni takuar dhe nga afër Vajti vllaj. pronarin grek. Po, mund të më tregosh, pas sa vitesh nga humbja e djalit, keni shkuar në Greqi dhe keni bërë denoncimi dhe keni takuar pronarin e Ishte djalit. 3 vjetë ca, vajti vllai im. I bie diku 1998. Edhe vajti direkte në shtëpi me 2-3 shok tjerë. Po, A i thot, po, thot, tu ka qënë, thot, në shtëpi ti me ka nejtë, thot, po hiku, thot, ku di unë se ku vajte, po si, thot, nuk diti a i nejti ka që mujtu këti, nuk e di, thot, hiku, thot. Vajti dhe djali tjetër, pasaj, si u rriti qik djali tjetër, vajti edhe a i vlajt, mas një viti, edhe i tha, vlaj, biri im nuk i tregoj që jam i vlaj, se tha, kush e di, se qarë mund të ketë. nuk u prezantuaj që ishte Nuk u vllai i Robertit. prezantuan, ndërsa ai tha kështu, ti je i vllai Robertit, tha se i ngjan Robertit kopje. E njohu nga ngjashmëria. Po, jo tha nuk jam, ti je vllai Robertit, tha. Jo, unë jam një kushuri, tha, si kushuri, tha ti, Roberti këtu ka qenë, tha, nejti dhe iku dhe ne nuk e dim se ku vajti. Por nuk i kishte thënë asgjë se ku do largohej. As një fjalë tjetër, thot. Pra, ka marrë sendet e tij personale, ka marrë lekët e tij, gjërat e tij dhe është larguar. Po. Kështu tha. Pra, pronari grek, kushdo që e ka takuar nga familja juaj, të njëjtën dëshmi ka dhënë nga fillimi deri në fund. Këtë dëshmi ka dhënë. Por ju keni bërë një denoncim në policinë greke? Jo, nuk bën denoncim. Nuk kemi bërë. Se si do ta bënim denoncimin? Për humbjen dhe zhdukjen e djalit. Po ishte pa letra djali, kush të pyeste greku për shqiptarin. Vajti dhe burri dhe denoncim nuk bëri. Për gjatë gjithë këtyre viteve, dhe nuk janë pak, e dashur Mefa, janë 29 vite, qoftë dhe në kuadrin e thashë themeve, nuk kam mbritur asnjë informacion në shtëpinë tuaj që është par këtu, është para tije, Mas 2 vjetësh, që i bie 95-ën djali humbi, 97-ën, mas 2 vjetësh ishte ajo radio që me njerëz të
Radio Tirana. Radio Tirana. Ka qenë një program që merresh me emigrantët në ato vite dhe shumë persona, shumë familjar, në atë kohë kanë ndjekur shumë atë emision dhe janë bërë shumë përshëndetje, sepse ka qenë koha që nuk ka pasur telefona dhe emigrantët që ishin larguar vetëm ajo. Nga vitet 90, ma lërë ta shpjegoj edhe për teleshikuesi, se sa herë më pyesin që ç'lidhje ka Radio Tirana. Në Radio Tirana në ato vite është bërë një emision me emigrantët, ka qenë me përshëndetje, ku emigrantët telefononin dhe përshëndesnin familjet e tyre, dhe ka qenë periudha që nuk ka pasur shumë telefona dhe detyroheshin që emigrantët përshëndesni familjen nëpërmjet këtij emisioni. Dhe shumë persona që rezultojnë sot të humbur kanë telefonuar në atë emision dhe familjarët e kanë dëgjuar përshëndetjet. Përshëndetje që kanë bërë fëmijët dhe ka qenë një nga programet më të ndjekura në atë kohë në Radio Tirana. Dhe ndalim pikërisht tek historia e familjes tuaj. Në Radio Tirana ka telefonuar vetë Roberti? Ka telefonuar Roberti, jam Robert Hoxha, i biri Refat Hoxhës, dhe kam humbur lidhjet me familjen. Aty e dëgjojnë të dyja vajzat e mia. Motrat po ishin të vogla. Njëra ishte 7 vjeçe, njëra 9 vjeçe. Por dëgjojnë emrin e vllajt, zërin e vllajt. E dëgjojnë edhe idhen, edhe vimne në puna, thot shu, o Zoti i Madh, që ka gjallë. Aty del im shoq e dëgjon dhe një tjetër. Ishte ekonomist ai. Po, një tjetër person, po. Dhe i thotë, unë kam dëgjuar, thot që djali ju kërkon të lidhe, thot Refat. Kishte thënë se në çfarë vendi jetonte? Jo, s'kishte thënë. Vetëm kaq, jam Robert Hoxha dhe kam humbur kontaktet me familjen. Ka thënë emrin e babait, po. Edhe im shoq erdhi këtu. Në Tiranë. Erdhi në Tiranë, kapi listën, ja dhanë ata. Ai kishte thonë, këtu kanë qenë trazirat që ka mundësi që vinë e marrin gjithë listën siç është. Ajo ndodhi, nuk u gjinë emër djalit tonë. Erdhi im shoj ditën e dytë, sa i tha ai arriti që më gjestu. Dhe nuk mundi dot që të... Nuk mundi ta gjente. Më vonë, mas një vitje ca, na thot një nga na shefneve këtu. Që i bie 1999-a. Gati ke 2000 që neve dulim këtu në televizor. Pas përshëndetjes që bëri në Radio Tirana, djali juaj, 2 vite më pas, i bie fund 99 apo viti 2000, nuk jeni sigurt, erdhi një tjetër informacion. Që kishte takur në Kret të Greqisë. Në Kret, në një ishull, po të Greqisë në Kret. Çfarë ju tha ky zotri? Që kishte takuar djalin tuaj? Po, në Kret Greqisë. Rreth vitit 2000. E takova tha atje në Platitha, e qunin ku punonin, ku dilni për punë. Po. Aty tha unë isha me tim vlla, tha. Ai tha, ti flaske shqip, tha na je, tha. I thashtë në Kaçiveli, po në gjojnë patriot, unë jam qunë një Refat Hoxhës. Pra, gjitha të dhonat përkonin me djalin tuaj? Edhe, ku më thanë, i vajtëm në shtëpi të dy, burë grua. E takuat? E takuam, po, tha, kam takur djali, tha, po, nuk e dje që kishtë humë djali. Sa nuk më tha, që jam, nuk flas me prindit. Sepse, kjo është informacioni fundi që kam pritur në familjen tuaj në vitin 2000, ku një qytetar bashkëfshatari juaj ju ka treguar se ka takuar në Kret të Greqisë. Dhe e ka njohur Robertin. Më foli vetë, jam qunë një Refat Hoxhës. Por si ka mundësi? Domethënë, nëse ai është shëndoshë mirë. Robert dhe Berti i thoshim neve. Berti për shkurt dhe Berti i thoshim. E për këdhelnit. Por si ka mundësi, e dashur Mefa, nëse ai është shëndoshë mirë, ka vazhduar jetën e tij në Greqi? Nuk e di. Nuk di se si ta shpjegoj, se t'ishte një fëmijë që mos t'ishte, po ishte një fëmijë aq i dashur, dhe aq i dhimbsur, dhe shumë vinte në Greqia dhe në 12 natës vinte në krevat pushtonte. Unë kjo më vjen, se nuk ishte një fëmijë që ishte, se si vajti jeta djalit tim, unë këta nuk e di dhe nuk e besoj kur. Vetëm se sytë e mi kanë ngel në porta. Se të rrisë saj që vinde ke porta erdha mami. Dua ti të gjoj dhe një atë zë, sa t'jem gjallë, nuk dua si gjë tjetër. Dhe të besoj që të mungon Roberti, më mungon jeshtë base, sepse jam në dilemë madh për jetën e ti. Ka qenë vetëm 17 vjeç kur u largua nga familja, shumë i vogël. Iku dhe su kthy me. Dhe fatkeqësisht ka kaluar 29 vite dhe ai ende nuk është bërë i gjallë, ende nuk dihet e vërteta se çfarë ka ndodhur me Fatin. Nuk e maj menti me të tu në vitin më kërku në dënën. Se kur bosh fjalë që thoshin është në Gjermani, më morën gjakun,
Policia? Policia e qytetit të Elbasanit. Mori gjakun dhe më tha mua, tha, do bëjmë atë në në regull. Mas 2 jave më thirrën prapë, tha, nuk lejohet të bëjmë atë në, tha, sepse ka kalur 18 vjeshta, dhe ai tha, nuk ka bërë krim, s'kërkohet, tha, si një shtetë botës. To përgjigjem ka dhënë. Unë uroj dhe shpresoj, zonja Mefa, që ai t'jetë shëndoshe mirë, të ndodhe diku, të reagoj dhe të flasi me ju. Fatkeqësisht ne nuk kemi një foto kur ai është larguar, edhe po ta kishim atë foto kur ka qenë 17 vjeç, prap nuk do na ndihmonte në kërkimet tona, sepse kanë kaluar shumë vite dhe ai është 46 vjeç i bie sot. Kur e ka ditëlindjen? 8 qershor. 8 qershor, ka mbushur këtë 8 qershor 46 vjeç. Nëna ja bën vit për vit, edhe datlini ati kalon në i heshti të madhe dhe lotë. Është një ditë që pushtohesh nga dhimbja. Shumë kujtime. Kujtime që janë në zemrën tënde dhe është e dhimbshme e gjithë kjo histori që ne po rrëfejmë sot, të kesh një fëmijë të humbur, është dhimbja më e madhe që përjeton nëna, babai dhe gjithë familja, dhe mua vjen keq për familjen Hoxha, për ty zonja Mefa, teksa të kam këtu përballë dhe të shikoj që je mbushur në lot, që në momentin që regjia prezantoi fotot e djalit tuaj. Unë të momente do bëj thirrje për 46 vjeçarin nga Elbasani, gjithnjë me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur, që mund ta njohë historinë e Robert Refat, quhet bashorti, Robert Refat Hoxhës, një 46 vjeçar i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e tij gushtin e vitit 1995 nga Greqia, dhe pse kanë mbritur informacione në familje se ai është parë në Greqi dhe konkretisht në Kret të Greqisë, informacion që mbriti në vitin 2000, prape edhe familja nuk i ka dëgjuar zërin. Kush ka informacion dashurmish, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut pa gjurmë Report TV. Ndërkohë, zonja Mefa, ju deri më sot më thatë që nuk keni bërë asnjëherë denoncim në policinë greke. Në ato vitet e para ku pas humbjes së djalit, kur shkoi bashorti djali, policia greke nuk u mori denoncim dhe kështu s'keni bërë. Në Shqipëri e keni bërë denoncim? Në Shqipëri po. Përderisa u thërriti në policia e Elbasanit. Në Shqipëri po, kemi bërë. Ndërkohë nëse ai do të dëgjonte, do ndodhet diku. E gjithë kjo histori që ne prezantuam sot dhe këto informacione që kanë mbritur në familjen tuaj, dritë jeshile që është ndezur për ju, do thotë që ai është shëndoshë mirë, si ka ndodhur diçka e keqe. Por ndoshta 29 vite, tashmë ka të vështirë dhe ai të kthej kokën pas të thyej atë akull që është formuar mes tij dhe familjes, e ke menduar ndonjëherë? Nëse ai vazhdon jetën, është martuar... Ai ne ta vazhdoj jetën. Unë nuk dua asgjë. Unë dua vetëm një telefonat që të thoj jam gjallë, sepse e presim 2 prindrit që i ka gjallë, vëllai dhe 2 motrat. Ka 4 nipër dhe 2 mbesa që e presin krahapur. Familja është rritur. Që gjithmonë e bëjnë ditëlindjen edhe qajin. Ke neve, që ku ka ikë Roberti nuk ka gëzim në familje, sepse është një humje madhe. Nëse ai do të dëgjonte, çfarë do i thoshe nga kjo studio? Do t'i thosha vetëm kaq, Robert, kthej kokën pas. Dhe vetëm një telefonat, vazhdoj jetën tatë e birë. Biri im vazhdoj jetën tatë, të them, vetëm bëj nënës një telefonat, thuj, jam Roberti, jam Berti që të rres nëna. Nuk dua asë jetë tjetër nga i. Vetëm një telefonat. Dhe është e dhimbshme, i vetmi kujtim që të kam mbetur prej djalit tënd, janë 2 foto, bardhë e zi që i ruan ende edhe sot. I majtë e kokestikut. Me shpresën si një dita i do vi të trokasi. Syt në porta, se them inshallah, do më kujtoj Zoti. Unë të arroj me zemër, e dashur Mefa, ne prezantuam sot historinë e djalit tuaj, janë histori të vështira, edhe për ne si gazetar, 29 vite, që ai nuk ka lënë asnjë gjurmë, nuk ka një adresë,
nuk ka informacione edhe për ne, puna jonë kërkimore është e vështirë. Unë uroj dhe shpresoj që ditën e sotme dikush që mund ta njohë Robert Hoxhën, djalin tuaj, që mund të ndryshuar dhe emrin shteti grek. Ndodh me shqiptarët të cilët kanë emigruar në Greqi të detyruar për shkak të fesë kanë ndryshuar edhe emrat në Greqi. Ne nuk e dim çfarë emri mund të mbajë ai në Greqi. Kur ka qenë ato vite ju ka treguar në një detaj si e thërrisni? Ai thoshte unë nuk e ndryshoj, thoshte sepse unë Robert është grek, nuk e kam ndryshuar emrin. Na thoshte po ime nuk e di kur. E qartë, Robert nuk është emër musliman, ai ka mbajtur emrin e vet. Por ndonjëherë shumë shqiptar janë detyruar të përdorin emrat... Ai kështu na ka thënë, kur flisnin për ime, unë nuk e di si thonë 29 vite, nuk e thënë. Jo, nëse kishte ndonjë detaj të pyeta. Unë uroj dhe shpresoj të zbaret kjo histori, të mësohet e vërteta, çdo informacion që do mbri zonja Mefa, unë do të njoftoj. Falenderoj. Ju falenderoj dhe juve, dhe stafin tuaj. Se ai shpresa jonë në fundit jeni ju. Shpresa jonë në fundit, se nuk kemi çfarë të bëjmë. E kemi kërkuar, s'kemi lënë vend. Uroj dhe shpresoj të marrim ndonjë informacion ditën e sotme dhe do mbetemi në kontakt. Falenderoj. Do qëndrosh pak me mua, do të përcjell momenti që do jap reklama, por dua të prezantoj historinë e Rajli Dardhës, 23 vjeçarit nga Tirana, dashurmish ku ja kam premtuar Rajli Dardhës që deri në fund të sezonit historinë e tij ne do e sillim në fokus, do mundohemi çdo ditë në transmetim live gjithnjë me shpresën që ai i ri të mbledhë atë shumë parash që i duhet për operacionin. Kjo është fotoja e Rajli Dardhës dhe faqja GoFundMe dashurmish, ku çdo kush mund japi kontributin për Rajli Dardhën, njeri i cili fatkeqësisht vitin e kaluar, korrikun e vitit kaluar, kreu një aksident shumë të rëndë, të ra nga një lartësi, nga kati 4 i një pallati, pa ndjenja, në një gjendje të rënda, i mbriti në spitalin ushtarak, edhe pse u krye një operacion, fatkeqësisht ky 23 vjeçar dashurmish ka ngelur në një karrike me rrota, që shikoni dhe në këtë foto, dhe është një spital në Turqi i cili ka marrë përsipër operacionin, një operacion që ka një kosto shumë të madhe për familjen Dardha, kosto prej 70.000 euro, ndërkohë familja ka hapur këtë faqe GoFundMe me shpresën për të mbledhur shumë parash. Deri në këtë moment janë mbledhur diku te 23.732 euro. Dhe ju që po na ndiqni dhe dëshironi të jepni kontributin për këtë 23 vjeçar që ka të domosdoshëm të kryejë atë operacion dhe të ngrihet nga karrike me rrota, mund ta bëni pikërisht te kjo faqe GoFundMe. Për gjithë ata që nuk e njohin Rajli Dardhën, historinë e trisht të dhimbshëm të këtij 23 vjeçari, do ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Jeta të përballë me një sër sfidash dhe të papriturash, ajo çfarë është shkruar për të nesërmen, kur nuk dihet. Rajli Dardha është i riu 23 vjeçar, i cili një ditë të nxehtë korriku të vitit 2023 pësoi një incident aksidental në një pallat në zonën e Freskut. Aksidentalisht, Rajli u rrëzuan nga një lartësi e ndërtesës ku kishte shkuar të vizitonte gjyshen e tij për pushimet e verës. Një ditë jo si tjerat, me datën 11 korrik, unë mora pushime tek puna që isha. Shkoj në shtëpi, the mamit, kam marrë pushime, do shkoj trike nona, atje ku jam rrit dhe kam kalu më shumë pjesë tjetës time. Dhe më thot, qa do bësh të ri këtu, mos shko. Sikur dhe ajo e kishte si parandjenjë që do ndodhe diçka e keqe. Rrugës, takoj njerëz, qa do bësh ke nona, mund shko më shtëpi. Më erdhë çudi me veten që si një njeri që ka shko pa e taku më thot që mos shko qa do bësh. Dhe deri ku kam arrit ke shtëpia, kam taku 5 njerëz të ndryshëm që më kanë thënë që mos shko, sikur dha ata e dinin që diçka e keqe do ndodhte. Dhe me datë 13 zgjohem mëngjes dhe shkojnë në tualet dhe ulen përpas banjës, duke folë në telefon dhe duke pi cigare. Dhe në atë moment e kuptoj. Ti nuk mban mend asgjë ç'a ndodhi. Për pak sekonda ty të janë marrë mend dhe ke rënë nga dritarja. Lartësi, çfarë kati jetonte? Kati 4. Jam zgju, me sa më kanë thënë, pas një muaj e gjys tek spitali ushtarak këtu në Tiranë dhe nuk kisha asnjë lloj shenje për jetë që të vazhdoja përpara. Thjesht isha një njeri. Dëmtimet kanë qenë fatale. Po. Në trupin tuaj. Pas një ngjarje së rëndë,
Të riut ju ndërprejnë ëndrat në mes, gjymtyrët e poshtme humbën funksionin e tyre. Për një viti, Riley po qëndron një shtrirë, pa ndjekur ëndrat e tij, të 23 vjeçari, që është në moshën më të bukur të jetës. I riu nga Tirana, humbi aftësinë për të ecur dhe i duhet të lëvizë me ndihmën e një karrike me rrota. Ai kërkon ndihmë nga shqiptarët që të kontribuojnë me aq sa kanë mundësi që të mblidhet një shumë për 70.000 pound që të kryejë një operacion në Turqi, si ka ende shpresë që të ngrihet në këmbë, të ecë dhe të vijojë jetën e tij normalisht si të gjithë shokët e tij, të përmbush ëndrrën, të bëhet boksier dhe të vijojë të ushtrojë profesionin e tij, për të cilin është diplomuar në shkollë për kursin elektroauto dhe të krijojë të ardhmen e tij. Bëhet një ndërhyrje në shtyllën kurrizore. Në fund të shtyllës kurrizore. Do të vetë një pajisje, një aparat epidural stimulation, që është pajisje e fundit. Po. Dhe vetëm kjo mjekë deri tani ka autorizim dhe certifikat për ta përdorur. E qartë. Dhe mas konsultave që bëm, më pyeti që sa vite ke? Nga aksidenti. Nga aksidenti, i thashën s'kam bërë akoma 4 muaj. Dhe isha i freskët. E më tha, ti tha duhet vish sa më parë, tha, sepse edhe nëse vonon për ardhjen këtu, do të kesh më të vështirë. Do jetë më vështirë, sepse pesha e trupit, dobësimi i muskulaturës, qëndrimi për herë ullur, bje masa muskulare. Bjen masa muskulare dhe është e vështirë për ta kriju. Ndërkohë po bën fizioterapi që të mbash të paktën masa muskulare në pjesën e kofshëve, që kur të vim momenti i operacionit, këmbët të kenë muskuj. Kenë muskuj dhe mos jenë aq trame, sepse nëse trupi i mbije më shumë, ti e zim mund t'i krijosh lekët, mund t'i mbledhësh gjitha, po thot pastaj që trupi jot nuk e përballon dot operimin. Teksa ditët kalojnë, gjendja e Rileyt përkeqësohet çdo ditë më shumë, ndaj atij i duhet të niset me urgjencë drejt Turqisë. Lutem çdo njeriu që ka mundësi të më ndihmojë, sikur sadopak të ketë, nuk po kërkoj të plotësoj gjithë shumën ose të japi gjithçka për mua, po thjesht sadopak të jetë ajo, sikur gjithë nga pak mund të arrij atë që unë dua. Kjo është historia e Riley Dardës, dashumish, 23 vjeçari i cili për afro një vit ka mbetur në të karrike me rrota dhe fatkeqësisht i duhet të bëjë një operacion të vështirë në shtyllën kurrizore, ku mund të ngrihet në këmbë. Një dritë jeshile është ndezur nga një spital privat në Turqi, por duhet një shumë e madhe që familja nuk mundet ta përballojë. Të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këtë momente dhe dëshironi të bëni kontributin për këtë 23 vjeçar, mund ta bëni pikërisht te faqja GoFundMe. Është faqe që ka hapur familja e Riley Dardës. Të gjithë kontributin mund ta bëni në këtë faqe dhe të ndihmojmë, të bashkohemi të gjithë së bashku dhe të ndihmojmë Riley Dardën të kryejë këtë operacion dhe të ngrihet në këmbë dhe të ecë si dikur. Mirë, ne do të kalojmë në reklama dashumish dhe rikthehemi për pak minuta sërish bashkë live. Mirë dashumish, jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe në këtë pjesë të dytë do të vazhdojmë me të tjera histori, me të tjerë persona të humbur fatkeqësisht ku familjarët kanë bërë denoncimin në studion e emisionit pa gjurmë. Vetëm përpara pak ditëve ne kemi sjellë në fokus historinë e 78 vjeçarit nga Tirana, Përparim Dalla, i cili fatkeqësisht kishte humbur kontaktet me familjen e tij në 6 shtator të vitit 2022, po nga Tirana, i kishte dalë nga shtëpia e tij në rruga Tafaj afër shkollës Partizani dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Përparim Dallës. Vllai dhe punata e tij kanë qenë në studion e emisionit pa gjurmë, ka denoncuar persona të cilët e kanë shfrytzuar 78 vjeçarin duke i marrë lekët e pensionit dhe zhdukja e tij është në mënyrë misterioze. Ka mbritur ditën e sotme një dëshmi për Përparim Dallën, një qytetar i cili pretendon se këtë 78 vjeçare ka parë në një zonë të Shkodrës, konkretisht në një fshat të Shkodrës, teksa lypte dhe persona të ndryshëm që e shfrytëzojnë këtë të moshuar. Do ta jap pas pak të dëshmi, po bëhet gati nga ana e regjisë, por fillimisht dua të prezantoj materialin që ne kemi përgatitur për Përparim Dallën, kush është historia e tij, si ka humbur ai dhe rikthehemi në studio. Një 78 vjeçar rezulton i humbur që prej datës 6 shtator të vitit 2022. Përparim Dalla
u larguan nga banesa në Tiranë pranë shkollës Partizani në mesditë, ndërsa të vëllait i bëri me shenjë se do të kthehej shpejt. I moshuari kishte probleme me dëgjimin dhe të folurin që në lindje, deri pak kohë më parë jetonte me nënën dhe motrën, kur e ëma ndëroi jetë dhe motra emigroi drejt SBA-ve. 78 vjeçari i sëmur mbeti vetëm dhe jo në pak rast u bë prej vjedhjeve dhe shfrytëzimit përpara. Duke përfituar nga gjendja e tij shëndetësore, 3 të rinj të komunitetit të rom e shfrytëzonin rrugëve të kryeqytetit për të mbledhur kanaçe dhe me anë të mashtrimit i merrnin madje edhe pensionin. Jo rrallëherë të afërm të përparimit, i janë drejtuar komisariatit të policisë, pasi përparimi vitet e fundit largohej shpesh nga shtëpia dhe qëndronte me ditë të tëra jashtë. Shuma që 78 vjeçarit i është vjedhur arrin vlerën e 10.000 eurove, ndërsa sot ai rezulton i humbur. Ish antar i dëshmitarëve të Jehovait, i moshuari hoqi dorë prej tyre në periudhën e pandemisë. Pas largimit nga ky sekt, ai mori një tjetër drejtim. Pas denoncimit të bërë në komisariat për humbjen e përparimit, ende policia nuk ka marrë në pyetje personat për të cilët familjarët dyshojnë, persona me të cilët ai shoqëroi vazhdimisht kohët e fundit. Ende pa konsumuar drekën e së dielës, ai doli nga banesa mesditën e 6 shtatorit dhe nuk u kthye më. Një muaj më pas, dikush pretendon se e ka parë në zonën e Tufinës në Tiranë, por pas kërkimeve bërë nga të afërmit e tij, nuk është gjetur asnjë gjurmë. Kjo është historia e përparim dallës dashumishta e 8 vjeçari i cili u largua nga shtëpia dhe ka humbur çdo lloj kontakti me ta që prej datës 6 shtator të vitit 2022 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Vllai i tij, kunata ndyshojnë për 2 persona të komunitetit rom që i kanë marrë një sasi parash prej vitesh, diku te 10 milion lekë të vjetra dhe janë lekët e pensionit të përparim dallës. Ndërkohë, gjatë kohës që ne kemi qenë në transmetim, një qytetar na ka telefonuar dhe ka treguar se përparim dallën e ka parë, e ka ndeshur në një fshat në qytetin e Shkodrës. E ndjekim të dëshmi dhe rikthehemi. Ku e keni parë ju përparimin? Për zotë e koja një i muj po. Në cilën zonë të Shqipërisë? Në fshatit Beltoj, 100% një jeshte. Ishte të pa rrugë. Po ti, ku bazohesh që ishte përparime? Unë bazohem edhe të foto ati që e ka parë edhe te i vaj ti që përgjit të edhe në vajë. Ju e keni parë vetëm njëra, apo e keni parë vetëm edhe disa të tjera? Dhe në i ka që e kam parë. Delëshen rrugën me hypë makinë që dhe nadi heret, ka ora 5:06, ullë të poshtë për i shkodet e të poshtë ka medalë ka bushati. A i jeton situatë rruga? Po, jo, ishte një i të marrë në karrocë, e të i nga karrocë. Po e merrte dikush në karrocë? E po, kishte unë karrocë dhe të i marrë me te më dalë me lypë me te. A i djali ishte i komunitetit rom? Po, ishte djali i ri, a i që kishte unë karrocë. Në që se bërt fjalë për përparim dallën që humbi shtatorin e vitit 2022. Si duke i gjendja e tij? Pa që djeli ishte në karrosë, për se shpejt unë ishte të i prit makinë në rrugë. Po mirë, a i del shpesh në për Shkodër? Po del pra në për fshatra, del më tepër. 100% që përparim jashtë. Unë pa njaj mujë që nuk kanë dalë në hypë makina të se kam përma. Dashumiq, kjo ishte dëshmia për përparim dallën, këtë 78 vjeçar nga Tirana, ku ky qytetar nga Shkodra na ka telefonuar dhe ka treguar se vetëm përpara një muaji e ka ndeshur përparim dallën në një fshat në Shkodër, ku tregon se persona të cilët e shfrytëzonin për lypje. Ai bazohet nga fotoja që ka parë në emisionin Pa gjurmë teksa ne kemi nxjerrë në ekran e Report TV dhe nga gjashmëria që kishte me vllajën e tij kur ka qenë me mua në studio. Ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të Shkodrës, ata që mund ta kenë ndeshur përparim dallën, pasi dyshohet se ky 78 vjeçar mund të jetë dërguar në zonën e Shkodrës, në fshatra ku shfrytëzohet për lypje. Nëse keni informacione, keni parë diku, mos hezitoni të lidheni direkt në studion e emisionit Pa gjurmë, pasi është vllai i tij që ka bërë denoncimin tek ne dhe do të mësojë të vërtetën për fatin e përparim dallës. Mirë, nga historia e përparim dallës, do të kalojmë këto momente në një tjetër histori, do të flasim për një 40 vjeçar nga Tirana, Islam Koçi, dashumiq, që ka humbur kontaktet me familjen në vitin 2000 nga Tirana, 2001 nga Tirana, ka kaluar 23 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Islam Koçit. Jeni duke parë pasaportën televizive që ne kemi përgatitur.
40 vjeçari, sot është 40 vjeç, i cili ka humbur kontaktet e theksoi në datën 5 korrik 2001 nga Tirana. Ai është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij në këto 23 vite. Ne do ndiqim materialin që kemi përgatitur për Islam Koçin dhe rikthehemi në studio. Zhduket në ditën e martesës së të motrës së djali i vetëm i familjes Koçi nga Tirana, Islami humbi gjurmët nga kryeqyteti në moshën 18 vjeçare, ndërsa pasi mori unazën e sermës së nënës, e njoftoi se do të largohej diku pa i treguar një destinacion konkret. Ai doli nga banesa e tij në zonën e Xhamllikut më 5 korrik të vitit 2001 dhe nuk u kthye më. Ëndra e vetme e vëllait të 4 motrave ishte të emigronte drejt Greqisë, vend të cilin ai e kishte shkelur për herë të parë në moshën 12 vjeçare, ku kishte qëndruar në Athinë afro 1 muaj me pushime tek disa të afërm të tij. Largimi i papritur i tij pa marrë me vete asnjë mjet identifikimi, edhe sot ngre pikpyetje të mëdha për familjen, edhe pse Islami shpeshherë kishte bërë me dije se nëse një ditë do të largohej, nuk do të njoftonte askënd. Atë ditë Islami duhet të shoqëronte motrën teksa dilte nga dera e shtëpisë në ditën e saj të dasmës, por u zhduk pa lënë gjurmë, duke u denoncuar kështu i humbur në komisariatin e policisë. Djali i vetëm i cili me punën që bënte siguronte të ardhura për familjen nuk ishte patur kurrë një arsye për të larguar në mënyrë të mistershme. Një djali i qetë dhe një shok i mirë për bashkëmoshatarët e tij, ai nuk kishte shfaqur asnjëherë probleme me askënd. As shokët nuk patën kurrë dieni për planet e të riut. Një vit pas humbjes në derën e shtëpisë së familjes Koçi paraqitet një person i cili u kërkon borxhin prej 50.000 lekësh që Islami i kishte marrë hua, por pa dhënë asnjë indicie apo informacion për fatin e të riut. Shpresat për familjen Koçi u ringjallën kur një tjetër person nga Fieri njoftoi familjen se Islami ndodhej në Kret, ndërsa vetë fqinji i tyre pretendonte se 5 vite pas zhdukjes së tij e kishte takuar në një tren në Athinë, shoqëruar nga një grua dhe një fëmijë. Prej asaj dite, prindrit jetojnë me shpresën se një ditë Islami do të bëhet i gjallë e do të trokas në derë. Kjo është historia e 40 vjeçarit nga Tirana, Islam Koçi, u bë thirrje dashurmish, kush ka informacion, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, keni 2 numra poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Nga historia e Islam Koçi do të zhvendosemi në Sarandë, do të jemi në kërkim të Majlinda Nuhos, një 44 vjeçare dashurmish, e cila ka humbur çdo kontakti me familjen në 9 gusht të vitit 2001 dhe ajo përpara 23 viteve dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me Majlinda Nuhos. Nëna e një djali, ajo sapo ishte divorcuar, kishte një djalë të vogël, ishte rikthyer në familjen e saj në Sarandë, ka dalë për punë dhe nuk është kthyer më. Edhe pse në familje mbritën informacione se Majlinda Nuho mund të ishte nisur drejt Italisë, deri më sot fatkeqësisht ata nuk ja kanë dëgjuar zërin. Kush është Majlinda Nuho? Si shkëputja e kontaktet me familjen? Çfarë dyshon familja? Dhe çfarë ka zbuluar djali i saj në këto 23 vite, i cili sot është 28 vjeç? Do ndjekim materialin dhe rikthehemi. Majlinda Nuho është vajza e parë e 6 fëmijëve të çiftit Vejze Fotini me origjinë nga Tepelena. Ishte 22 vjeçe kur u rrëmbye përpara syve të vëllait më të vogël në vitin 2001. Si vajza e madhe e familjes, ajo nuk mundi dot të mbaronte shkollën, por kujdesej për motra dhe vëllezërit më të vegjël, ndërsa kur vetë u martua me Delobita nga Vlora, nëna e saj ishte 7 zën me djalin e fundit të familjes, Emilianon. Ai i cili më vonë do të bëhej edhe dëshmitari i rrëmbimit të së motrës. Ishte afro 10 vjeç dhe Majlinda një 22 vjeçare, nënë e një djali. Klodiani u lind në vitin 1993. Majlinda jetonte me të shoqin në Vlorë deri në momentin që u nda me bashkëshortin. Ajo vendosi që të zhvendosej bashkë me djalin e vogël në familjen e saj në Shën Vasil të Sarandës. Majlinda arrin të zëpunë në Sarandë, ndërsa riste edhe djalin e vogël. Kishte afro 6 muaj që punonte si kamariere në një lokal në qendër të Sarandës. Ishte fillimi i gushtit atë ditë kur vëllai i saj Emiliano kishte shkuar ta merrte të motrën në punë. Në momentin që dolën nga lokali, 3 persona me kapele të moshës 27-28 vjeç u dalin përpara, ndërsa në pak minuta ndodh edhe rrëmbimi 22 vjeçares Majlinda Nuho, të cilën e hipin në një makinë të zezë.
Ka që mban mend vëllai Emiliano, familjarët denoncuan në polici, por asgjë nuk u mësua më pas për fatin e saj. Sot djali i saj Klodian jeton në Francë, ndërsa u rit nga njerëka pasi babai u rimartua pas ndarjes me Majlindën. Në vitin 1995 u larguan familjarisht në Greqi. Familja e Majlindës ka dyshimet e saj. Dyshojnë se bashkëshorti mund të ketë dieni e lidhur me rrëmbimin e Majlindës. Kjo është historia e Majlinda Nuhos dashumish, uroj dhe shpresoj që ajo të jetë shëndoshë mirë, të jetë gjallë dhe të marrë guximin të kontaktoj me familjen e saj në Sarandë që vazhdon ende e kërkon dhe me të birin e saj i cili ka krijuar familjen dhe jeton në Francë. Nga fotoja e Majlinda Nuhos do të kaloj te historia e Maradona Ibrahimit, njëri nga Gjirokastra i cili ka humbur kontaktet me familjen dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij që prej datës 1 gusht të vitit 2019. Kjo është fotoja e Maradona Ibrahimit, ai sot është 34 vjeç, vendlindja Gjirokastër. Telefonatën e fundit e ka realizuar me nënën e tij nga Saranda në 1 gusht të vitit 2019, ku i ka treguar se ndodhej në Sarandë dhe më pas nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e këtij të riu. Ne do japim një material që kemi përgatitur për Maradona Ibrahimit dhe rikthehemi në studio. Emisioni Pa Gjurmë vijon ende kërkimet për të rënë në gjurmët e Maradona Ibrahimit, që u zhduk më 1 gusht të vitit 2019. Atë ditë i riu po kthehej nga Spitali i Tiranës bashkë me nënën, ndërsa nuk kishte pranuar të vazhdonte kurimin pas krizave nervore që kishte pësuar. Ishte ajo ditë e zezë, kur nënë e birë do të ndaheshin përgjithënjë nga njëri tjetri në urën e lumit në Gjirokastër. Pak orë më pas, nënës i vjen një telefonat nga Maradona, i cili ndodhej në Sarandë. Një telefonat e shkurtër ku i riu pyet nënën se ku ndodhej, por më pas shkëputet. Mbaj mend, më kujtohet si tani më tha, do më kërkoni dhe nuk do më gjeni. Se të lodha më tha mua, pushoj sa shumë atia, nëna ka detyra. Edhe ti do bëhesh mirë, sa shumë mirë, do bëhesh mirë, do vesh në punë, ke që nëna do më mbashti mua. Sa kohë kishte djali juaj që ishte përdorur stilëndve narkotike? Kishte që i vogël, kishte marrë që në 14 vjeç, 15 vjeç. E kurova shumë, nuk e shpëtova. E kisha në Greqi. Po. E që nga Greqi e kam pru këtu, thash ta shpëtoja. E nuk e shpëtova do. Për ta larguar? Për ta larguar nga jo shoqëria atje. Bashkë jetonte me një vajzë, ka lënë dhe një djalë. Kanë bërë një djalë bashkë të dy. Është dhe babai një djali, Maradona? Një djali, e kanë në jetimore. E dorëzuan atje se s'kish mbi emrin e tij që ta merja unë. Mbajt e kërkova, nuk më dhanë. Sa vjeç që bjet jetë nipi sot? Do jetë 6 vjeç. 6 vjeç. Kam 2 të humbur, jo 1. Kam edhe djalin e tij. 2 të humbur. Nga një djali edukuar, jeta e tij mori një tjetër kthes ndërsa ra prej lëndëve narkotike. Një muaj para se të humbte gjurmët, ai pati shfaqur probleme me shëndetin mendor, si rezultat i përdorimit të tyre, ndërsa ishte kuruar disa herë në Tiranë. Por jeta për të ka qenë mjaft e vështirë, sepse kur ishte vetëm 4 vjeç, nëna dhe 4 fëmijët emigruan në Greqi, pasi babai i la jetim. Prej 19 vitesh, Maradona jetoi në Greqi ndërsa u bë babai një djali, të cilin e braktisi në moshën 6 vjeçare pas kthimit të tij në Shqipëri, aty ku edhe humbi gjurmët. Rastësisht ka qelluar që Maradona disa ditë para se të humbiste, dha një intervistë për gazetarin Piro Nase, ndërsa foli për problematikat e faturave të energjisë. Ja, s'kem më japin asgjë. Unë nuk mund të punoj. Ku të vetë? Ku të përplas? Me një plak, me 100.000 lekë pension. Sot ai rezulton ende i humbur, ndaj ne sjellim këtë intervistë nga arkivi i kolegut Nase, duke vazhduar të kërkojmë ende ndihmë për gjetjen e të riut. Ju bëj thirrje edhe për Maradona Ibrahimin dashurmiq, kush ka informacion është i lutur të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë. Dyshohet se Maradona Ibrahimi, ky 34 vjeçar, mund të ndodhet në Tiranë, jeton me disa persona të komunitetit të Rom. Kemi bërë shumë kërkime dhe ne si gazetar të studios e emisionit Pa Gjurmë, por fatkeqësisht deri në këtë momente që flasim nuk kemi gjetur asnjë gjurmë të Maradona Ibrahimi, ndaj unë sjell në fokus ditën e sotme. Nga historia e Maradona Ibrahimi do të zhvendosemi tek historia e Erges Rapaj nga Tepelena. Nga historia e Gjirokastrës kalojmë në Tepelen, jemi në kërkim të Erges Rapaj, një 31 vjeçar nga Tepelena që ka humbur kontaktet me familjen në 23 janar të vitit 2016 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Një histori misterioze e Erges Rapaj, i cili sapo kishte lënë qelinë e burgut, ishte kthyer në shtëpi
në mbrëmja i ka dalë në oborin e shtëpis, i ka rënë telefoni, është larguar dhe nga i moment familja nuk ka asnjë informacion. Por çfarë dyshon babai, nëna, çfarë kanë mësuar ata për gjatë këtyre viteve, le të ndjekim materialin që kemi përgatitur për historinë e 31 vjeçarit nga Tepelena dhe rikthehemi në studio. Dhjetor 2015. Ergest Rapaj fiton më në fund lirin pas 4 viteve izolim në qeli dhe lumturia në familjen e tij në Tepelen ishte e madhe, i lirë dhe i riedukuar për gabimet e moshës. Askush nuk do ta kishte menduar se një muaj më pas i riu do të zhdukej në rrethana misterioze. Ishte kjo zile telefoni që e nxori nxitim thi nga shtëpia dhe prej atij momenti nëna me babai nuk e panë më. Ergest Rapaj kishte dalë në oborin e shtëpisë ku po konsumonte i vetëm kafen e mëngjesit ndërsa nëna e tij kujtime ndodhej brenda në banesë. Ajo e kujton fare mirë atë ditë teksa ishte duke gatuar, dëgjonte shpesh zile dhe të birin që fliste në telefon. Ende nuk ishte çmallur dhe nëna nuk donte ta mërziste për telefonatat anonime, pasi 31 vjeçari mbante plot të fshehta në jetën e tij. Familjarët bën denoncim në polici pasi dyshonin se largimi mund të kishte lidhje me qëndrimin 4 vite në burg. Frika e babait ishte e madhe, pasi i biri më parë ishte marrë me shpërndarje të lëndëve narkotike dhe shpesh ishte edhe përdorues i tyre. Para arrestimit, Ergest Rapaj kërkoi nga policia dhe strehëzën e kishte gjetur në Greqi, derisa uniformat blu ra në gjurmët e tij. Astriti babai mësoi se nga burgu ai kishte dalë i vetëm, por gjatë izolimit kishte tentuar të arratisej. Ky nuk do të ishte informacioni i fundit që familjarët do dëgjonin, pasi 2 vite pas largimit, një i afërm e ka takuar të riun në qytetin e Fierit, ku ishte në shoqërinë e 2 djemve dhe një vajze të posënjëjtës moshë. Sot kanë kaluar plot vite dhe Astriti me kujtimen as nuk e kanë parë dhe as nuk i kanë dëgjuar zërin djalit të tyre. Ju bëj thirrje dashur miqe edhe për Ergest Rapaj, këtë 31 vjeçar nga Tepelena, nëse keni informacion, e keni parë diku, mos hezitoni, mund të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë, qoftë dhe anonim, vetëm të mësojmë të vërtetën çfarë ndodhi me fatin e Ergest Rapaj. Dhe me pasaportën televizive të Ergest Rapaj, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të programit. Mirupafshim.